Autopsia e foshnjës së posalindur nga Haraqina që ndërroi jetë tregoi se vdekja ka ardhur si pasojë e mushkërive të pazhvilluara. Gjithashtu raporti obduksionit tregon se nuk ka dëmtime fizike në asnjë nga organet e foshnjës. Si shkak i vdekjes tek e posalindura, theksohet insuficienca respiratore, përkatësisht mos zhvillimi i mushkërive. Pas marrjes së rezultateve të autopsisë, familja e të posalindurit u thirr për të njohur personalisht me të gjitha detajet e gjetjes, e cila tregon se nuk kishte dëmtime fizike në asnjë nga organet e foshnjës. Raporti i shtojnë nga klinika e ginekologjisë duhet të shqyrtohet në komisionin e formuar nga Ministria e Shëndetësisë së bashku me dokumentacionin tjetër, atë të kontrolleve të kryera nga inspektorati, ndërsa Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu kërkon që të pritet për finalizimin e të gjitha raporteve. Procedurit se tamu počnati. Ne nuk duam nga shëndetësia të bëjmë senzacion, duam të ndjekim institucionalisht të gjitha procedurat, edhe nga pikpamja klinike, edhe nga pikpamja administrative. Kështu ju bëj thirrje të gjitha palëve që të jemi të kujdesshëm dhe të ndjekim të gjitha protokollet, kështu që procedurat kanë filluar dhe në fund do të jeni të informuar për të gjitha. Edhe raporti i Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor tregoi se shkaku i vdekjes ka qenë kolapsi një krahu të mushkërisë, vështirësi në frymarrje, akumulimit e pruar i lëngjeve në hapësirat intracelulare ose ekstracelulare të trurit, si dhe insuficiencë kardiorespiratore.